Si du të mbrohemi të ruhemi prej magjis, para se të ndodh magjia. Dëgjoni se ka mundësi me u shërue, me u kurue, po na do si besimtar musliman, para se me ndodh magjia me urujt për isaj. E para, mbështetja tek Allahu Teala. Kjo është ma kryesorja, me u bind se Allahu është i gjithfuqishëm, se Allahu ty të mjafton edhe të mbron prej të këqijave dhe keqbërzve, kush do qofshin ata, e gjin, shejtan apo njerëz të këqij. Wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuh. Kush i mbështetet Allahut, Allahu i mjafton atina. Kush i mbështetet njeriu të lën. Marrë edhe të lën baba, e të lën edhe nana, e të lën edhe vajza, edhe djali, edhe gruaja, edhe burri. I vetmi që asnjëherë të botë, në jetën e varrit edhe në botën e amshueshme që s'len është Allahu Teala. Për ata kemi thonë 10 herë apo 100 herë, rregulloni raportet me Zotin, rregulloni raportet me krijuesin. E mos bën shumë përshtypje krijesa apo krijesat. E dyta, që të mbron nga magjia para se të ndodhë ajo, është falja e namazeve në kohën e tyre të duhur në mënyrën më të mirë të mundshme. Pra nuk ka prej veprimeve, prej punëve fizike, se mbështetja bëhet me zemër, me mendje në Zotin. Kjo është e para. Prej punëve fizike që të mbron prej magjisë dhe magjistarëve dhe të këqijave dhe keqbërzve, është falja e namazeve në kohën e tyre të duhur dhe në mënyrën më të mirë. E treta, mos lënia pas dore e dhikrit për mendje se Allahut natën edhe ditën. Pra me lutë Allahun, me kërku nga Allahu mbrojtje, me kërku nga Allahu ndihmë që të na ruan, që të na mbron, të na ndihmon ndaj të këqijave dhe keqbërzve. E katërta, leximi i ajetit të Kursis, ajetul Kursin me lexue, pas çdo namazi farz, 5 herë në ditët, para se të bie me fjet çdo herë, dhe kur të zgjohemi nga xhumi çdo herë. Ajetul Kursia, që të vjetët i kanë thonë tespidolla, është ajeti ma madhështor dhe ma i rëndësishëm dhe ma domethënës në Koran, për të na mbrojtur nga të këqijat në përgjithësi e nga magjia në veçanti. Pastaj, leximi e pesta prej faktorëve apo prej sebepeve që na mbrojnë nga magjia dhe magjistarët është leximi i sureve El-Ikhlas, Kul huwallahu, El-Falaq, Kul a'udhu birabbil falaq, En-Nas, Kul a'udhu birabbin nas. 3 herë çdo ditë, nga 3 herë pas namazit sabat dhe nga 3 herë pas namazit të akşamit, nga 1 herë pas namazit të drekës, të kindisa dhe të yatsis. Edhe para se të bijem me fjet, edhe me fryt durt edhe me fërkue trupin. E gjashta, leximi 2 ajeteve të fundit të surës El-Baqara, për të cilat pejgamberi alayhis salatu wassalam ka thonë, kush e lexon ajetul Kursin në mbrëmje, është në mbikëqyrjen e Allahut dhe nuk i afrohen shejtanët atij derisa të zgjohet. E kush e lexon në mëngjes, është në mbrojtjen e Allahut dhe nuk i afrohen shejtanët dhe keqbërësit derisa të bien me fjet. Po ashtu ka thonë, kush i lexon 2 ajetet e fundit të surës El-Baqara në mëngjes dhe në mbrëmje, i mjaftojnë ato që ta mbrojnë nga çdo gjë që mundet me ndodh. E shtata, përmendja e shpesht e duave profetike, e duave të cilave na i ka mësuar pejgamberi alayhis salatu wassalam. A kemi kohë me përmend? Jo, por e keni librin Buroja Muslimanit, edhe aty gjeni dua, ndërto është kërkoj lus Allahun me fjalët e përsosura që të më mbrojnë nga e keqja që e ka krijuar. Preferohet mëngjes edhe mbrëmje, gjatë hyrjes së daljes nga shtëpia, kur hyn në një vend të huaj apo kur del, kur hyp në makinë apo kur zbret, apo në mjetet e udhëtimit me këndu këtë dua. E teta, doja për të mbrojtur nga magjia që ka ndikim të jashtëzakonshëm, është edhe kjo që na ka mësuar pejgamberi alayhis salatu wassalam, Bismillahilladhi la yadhurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis sama wa huwa as-sami'ul alim. Me emrin e Allahut, pran emrit të cilit nuk bën as një të keqe në tokë as në qiell, ai që dëgjon shumë dhe di çdo gjë. Dhe profeti alayhis salam ka thonë, kush e thot të 3 herë në mëngjes dhe në mbrëmje, nuk i bëhet dëm asgjë atij. Pra, magjia është e një rrezikshmërie të lartë për ata që janë të pambrojtur, ndërsa është shumë pak e rrezikshme për ata që janë të mbrojtur. Kjo është
faza e parë, pra para se të ndodh magjia si të mbrohemi. Faza tjera inshallah nuk po i trajtojmë, se këtu inshallah nuk kemi njerëz të prekun prej magjisë, apo nuk kemi njerëz që kanë dalë prej vetvetes së vet, sepse ata që dalin prej vetvetes së vet pastaj duhet një trajtim paksa më i gjatë edhe më serioz. Allahu na ndihmoft, Allahu na udhëzoft,